Motra dhe vlezër, të dielën keni një zgjedhje midis një kandidati që ka ardhur këtu në Dibër për partinë e tij dhe Muharremit që është këtu para jush për komunitetin e tij. Jeta më ka sjellë shpeshherë këtu në Dibër, kam takuar burrat moçëm, pa shkollë, po që 7 universitetet kesh nuk i sjell dot vërdall. Mbase ata mendojnë që do t'ju sjellin vërdall. Urra barbarisht një administrator, paktën shero, një fjalë duhet ta thoshte. Sepse kur goditet një qytetar i Dibrës, s'ka rëndësi çfarë partie ka, goditet një antar i këtij komuniteti. Ishte Muharremi, që la fushatën dhe shkoi dhe i qepi plagët. Të dielën do votoni për rrugën para shtëpisë, për Dibrën e pastër, për Dibrën me gjelbrim, me ndriçim, për Dibrën ku uji shkon në çdo parcel, për Dibrën që po i kthehet kohës së bashkëjetesës normale, të ligjit, të rregullit, të shtetit, për Dibrën ku fitojnë ata që e meritojnë. Na duhen kryetar bashkish që i njohin të gjitha plagët e komunitetit, por që kanë dhe aftësinë për t'i shëruar ato. Na duhen kryetar bashkish si Muharremi,